James Rubin, i cili gjatë luftës në Kosovë ishte ndihmës sekretari amerikan i shtetit, është duke dëshmuar në Hag. Ai ka thënë se Hashim Thaçi kishte një rol politik brenda UÇK-s, por jo një rol udhëheqës, dhe se nuk diktonte rregulla dhe kushte, as në Rambuje dhe as kund tjetër. Sipas tij, Hashim Thaçi nuk kishte kompetenca për ta bërë këtë, por e bënin komandantët e luftës, të cilët ishin më të mëdhenj në moshë se ai. Hashim Thaçi na tha që nuk mund të na thoshte ne po, pa pasur një deklaratë specifike për pavarësinë, sepse ai duhet të diskutonte me komandantët e UÇK-s. Personat që kërkonin pavarësinë e Kosovës ishin maksimalisht, i donin të gjitha, donin çdo gjë të mundshme. Sigurisht që diplomacia nuk mund të jetë gjithmonë perfekte. Ne përpiqeshim të gjenim një mestartë që mos i thonim as jo, as po pavarësisë në atë dokument. Kështu që ne tha mund të shprehni vullnetin e popullit, pa e bërë atë të qartë dhe pa e thënë specifikisht fjalën pavarësi. Ai na tha po nuk përdora fjalën pavarësi, atëherë mua do të më konsiderojnë si person që ka hequr dorë nga pavarësia e vendit. Pra ishte moment shumë i vështirë dhe ai na shpjegoi se nuk ishte përgjegjës për këto. Ai ishte thjesht personi që po komunikonte me ne, sepse kishte një rol politik në UÇK, por jo një rol udhëheqës. Nuk kishte kompetenca, nuk kishte autoritet. Ai ishte thjesht pasqyrimi i një lëvizjeje dhe shumë persona në atë lëvizje donin pavarësi tani, ose më së paku ta shprehnin në dokument, të konfirmojnë në dokument se do të realizohet pavarësia. Ideja ishte si t'i kënaqnin të gjithë, dhe mënyra e vetme për ta bërë këtë ishte që një dokument të vagullt sa i takon pavarësisë. Ai këtë nuk mund ta pranonte, se atij i kishin thënë që nëse e bën këtë, siç e tha edhe me fjalët e veta, do të ishte një tradhtar, tregoi Rubin para trupit gjykues. Ndaj dëshmisë së tij sa kaq ka reaguar aktivisti i njohur Ron Gjinovci. Ai përmes një shkrimi në Facebook shpreh habi duke thënë se tani po del që Hashim Thaçi pas ka qenë kërkushi në UÇK. Gjinovci ka shtuar se duhet përcaktuar nëse Thaçi ka qenë dikush apo jo, dhe nëse ai e ka çliruar vendin siç pretendon. Sipas tij nuk mund edhe të çliroj vendin kreu i luftës çlirimtare dhe të mos jetë kërkushi, siç po del tani në Hag. Tash po del që Hashim Thaçi sukon kërkushja, po a u kon as sukon, përcaktoni. A na ka çliru çlirimtari ajo? S'munesh edhe me na çliru si kreu i luftës çlirimtare, ushtrisë çlirimtare dhe mos me kon kërkushi, shprehet me ironi Ron Gjinovci.